Andi Hoxhaj, faleminderit që pranove ftesën të jesh sot i ftuar në Atlas Njerëzor në Blu Televizion. Shumë faleminderit për ftesën edhe është te kënaqësi të jemi së bashku sot. Andi Hoxhaj, djali nga Vlora, i cili u nis në Britaninë e Madhe kur ishte 16 vjeç. Dhe sot Andi, nga një shkollar, nga një student, sot është pedagog. Të shkojmë pak në retrospektiv në këtë rrugën dhe hapat e vegjël që u bën të mëdhenj të Andit në Britani. Kam ikur në vitin 2004 në Britaninë e Madhe dhe përpara se të shkoja kam shkuar edhe 5 javë në moshën 14 vjeç edhe si vend kur kam shkuar më ka pëlqyer jashtë mase, se më duk një vend që t'jep mundësitë dhe nuk të paragjykohen as nga emri, as nga biemri apo nga vjen. Dhe kam pat shumë dëshirë që të shkoja dhe në moshën 16 vjeç kur kam shkuar, dëshira ishte që të studioja aty dhe të mbaroja shkollën e lartë dhe pastaj si të më merrte jeta dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, natyrisht me shumë sfida, me plot barjera, por më ka sfiduar edhe mendoj se kam ndërtuar një jetë të mirë atje ku jam dhe mundohem edhe shpesh të jap edhe një emër edhe qytetit. Zgjodhe drejtësinë, Andi. Po, më ka tërhequr drejtësia, por në përgjithësi më kanë tërhequr edhe çështjet sociale, gjithmonë që kur kam qenë dhe në shkollë të mesme, dhe kryesisht të drejtat e njeriut, sepse më duken që të drejtat e njeriut janë shumë të rëndësishme dhe historia jonë në Shqipëri na ka munguar shpesh, edhe ajo ka qenë një nga ato, po gjithashtu dhe kur shkova në Britaninë e Madhe, se do shpesh gjithmonë je i huaj, edhe është shumë e rëndësishme që t'i njohim të drejtat tona. Të njohësh të drejtat e tua një herë. Edhe ajo më ka shtyr pastaj që unë të studioja jurisprudencën. Sa e lehtë apo e vështirë ishte rruga e shkollimit të Andi Hoxhaj? Ka qenë e vështirë në fillim për shkak të barierës së gjuhës, sepse çdo gjë bën në një gjuhë të huaj. Gjithashtu dhe metodikat janë pak të ndryshme, shpeshherë edhe larg familjarëve, dhe ato kam patur disa sfida, po kam patur gjithmonë si parim që duhet të fokusohem gjithmonë tek ajo çfarë kam përpara dhe ta bëj sa më mirë atë që kam në dorë, pastaj se çfarë do ndodhi mbas një viti, gjithmonë do shikojmë në bazë të rezultateve dhe si planet dhe si strategji mendoj se ka funksionuar mirë. Mbaruat shkollimin dhe më pas ju arritët të jeni pedagog? Po, ishte e vështirë? Ka ndodhur krejt rastësisht deri diku, sepse unë kisha qejf që të praktikoja dhe të bëhesha avokat. Kam punuar në një qendër që ofronte shërbime për ata që nuk kishin para për të marrë një avokat, dhe më pëlqente deri diku, nuk është se s'më pëlqente, por më ofrua që të bëja doktoraturën tek universiteti ku mbarova masterin, dhe gjatë vitit të parë të doktoraturës fillova që të jepja mësim, dhe më pëlqeu dhe pash që nëpërmjet mësimdhënieve mund të jepje diçka se te komuniteti, po dhe mund të punoje me të rinj, dhe ti formoj edhe t'u jepje dorë dhe më ka tërhequr dhe pastaj e pash që ishte diçka që unë dija ta bëja mirë. Dhe sot Andi Hoxhaj është pedagog ku? Unë sot jam pedagog në King's College, London. Jam edhe gjithashtu koordinatori i programit të masterit, që është për të drejtën europiane. Më përpara kam dhënë edhe mësim në University College London edhe në Warwick, po përtej asaj merrem edhe shumë me studime dhe kërkime shkencore. Çfarë ju tërheq më shumë te këto studime shkencore? Kryesisht më tërheq të drejtat e njeriut dhe kryesisht në 2-3 vitet e fundit ja fokusuar tek të drejtat e migrantëve, për shkak sepse në Britaninë e Madhe emigracioni, po dhe në Europë, është bërë një çështje shumë delikate për shkak të fluksit, po dhe rritja e populizmit dhe frymës anti-emigrantëve, dhe ajo më tërheq jashtë mase për të parë që çfarë politika kemi ne, po dhe çfarë qasje që neve kemi, se për fat keq politika në Europë po shkon në një tendencë që nuk e shikon më emigrantin si një njeri,
po e shikon si njëri që nuk ka vlera, dhe kjo mua më shqetëson Si rrezik më shumë? Si rrezik? Është një rrezik që nuk janë si neve, po nuk duhet të jetë kjo, sepse ne besoj duhet të jemi si qenie më humane. Dhe atë që mund ta mbrojmë është ta mbrojmë nëpërmjet të drejtësisë. Po. Andi Hoxhaj, çfarë bëri Andi që tërhoqi vëmendjen e mbretit Charles në 2023-shin, në dhjetor 2023-shin? Siç mundet të t'i referohemi në vitin 2022, shqiptarët ishin një përfat keq nga numri më të lartë që erdhën në Britaninë e Madhe me varka të vogla, dhe në Britaninë e Madhe u lakuan edhe u ata muam jashtë mase të shqiptarë, dhe pati dhe një keq interpretim si nga politika, dhe pati dhe më disa nuanca jo pozitive për komunitetin tonë, dhe unë jam munduar nëpërmjet shkrimeve dhe publikimeve të mia shkencore, po dhe ato nëpër gazeta, që të pasqyroj një qasje tjetër që pse disa nga këto gjërat po ndodhin, çfarë rreziqesh keni, dhe nga ajo pastaj kam dëshmuar në Parlamentin Britanik disa herë, dhe jam angazhuar me mediat në Britaninë e Madhe, dhe ajo pastaj në dha besoj një frym më pozitive, ku shteti shqiptar së bashku me shtetin britanik bërë një marrëveshje që mundet ta zgjidhin atë si problem, dhe nga ajo në shenjë mirënjohje mbreti më dekoroi. Po, na thuaj pak, unë shoh që ju jeni një njeri shumë modest, fjalë pak për veten, por ne duam të dim pak më shumë për Andin. Na thuaj pak për emocionet e atij çasti, sepse nuk është gjë e pakët. Apo jo? Po, të nderosh, ma thuaj edhe njëra të titullin? Oficer? Oficer i Perandorisë Britanike. Kur ka ardhur si një ofrim, dhe në Britani zakonisht kur vinë letrat nga qeveria në post, vinë në një ngjyrë kafe. Po zakonisht kur të vinë janë gjithmonë që ti do të paguash diçka, ke ose taks ose diçka për të paguar. Dhe kur më erdhim ka ardhur në fund të nëntorit, dhe unë mendova se çka kisha ngel pa paguar, sepse unë sa i kisha paguar disa nga taksat, dhe kur e hapa pastaj ishte një letër nga Pallati Mbretëror, ku thoshte që mbreti do më dekoronte dhe do dilte në fletoren zyrtare mbas një muaj, dhe natyrisht isha i emocionuar dhe nuk e prisja. Edhe ishte kënaqësi shumë e madhe. Pastaj ceremonin kam shkuar në Kështjellën Windsor së bashku me familje, dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, dhe kam marrur nga Williami, biri i mbretit dhe mbreti i ardhshëm, dhe shkëmbyem disa fjalë, dhe ishte një emocion shumë i veçantë dhe ishte një eksperiencë e bukur. Cilat ishin fjalët? Po kryesisht ju tha princi. Kryesisht për punën që kam bërë, edhe për situatën se si unë e mendoj që ku ndodhet Britania, dhe deri diku ku ndodhen edhe marrëdhëniet tona. Po sigurisht që ato janë edhe diskutime private dhe konfidenciale. Ai titull aq i rëndësishëm, çfarë ndryshoi në jetën e Andi Hoxhaj në Britaninë e Madhe? Unë vetë personalisht nuk mendoj se kam ndryshuar shumë si para dhe mbas urdhrit. Natyrisht që ajo ka një farë impakti, sidomos kur shkruan letra, apo kur shkruan email, apo kur të ftojnë, sepse është një njohje që ta ka dhënë mbretëria, dhe ajo natyrisht që sjell edhe kënaqësim, po në vetvete më ka sjellë që merrem më shumë seriozisht se që mund të merresha më përpara. Megjithatë është bukur. Po, është kënaqësi. Apo jo, që ke një urdhër të tillë. Ndërkohë, Andi, unë e shoh që ju jeni dhe shumë i angazhuar dhe me çështje të Shqipërisë, dhe shpesh ju kam parë dhe në mediat vizive që të flisni dhe të jepni mendimin tuaj, dhe shoh që shumë moderator ju drejtohen dhe kërkojnë mendimin tuaj. Mendoni që është një qasje e rëndësishme që mund të bëjë një intelektual shqiptar që punon jashtë shtetit për vendin e tij? E shikoni dhe si një kontribut? Se e shoh që kështu dëshirë nuk keni që të dilni në media.
Unë e shikoj që mënyrën se si mundet të kontriboj për vendin, në radhë parë unë shikoj që është e rëndësishme që neve të prodhojmë më shumë literaturë në gjuhë të huaj, sepse Shqipëria në vetë nuk është e shkruar dhe aq mirë në literaturë të huaj, dhe jemi nga vendet që prodhojmë më pak literaturë dhe ajo është një objektiv që unë kam dëshirë ftesët, pastaj që marr shpesh edhe në Shqipëri. Natyrisht jemi pres me shumë kënaqësi dhe nëse unë mund të ofroj një opinion apo mund të ofroj disa komente për një zhvillim që ndodh, e bëj me shumë kënaqësi, por kryesisht mundohem që të jem në zhvillimet që ndodhin në Europë apo në ato fushat ndërkombëtare, sepse ato i njoh edhe goxha mirë. Pasi për disa nga zhvillimet që ndodhin brenda Shqipërisë, unë vetëm mund të shkoj me një optikë nga jashtë dhe nuk është se jetoj brenda dhe nuk është se ndihem edhe shumë komod ti komentoj. Megjithatë, i ndiqni zhvillimet në Shqipëri? Mundohem që kryesisht ta kem idenë se çfarë ligjesh kalojnë në parlament, nëse ka një zhvillim të politikës së jashtme, ato kryesisht që kanë të lidhje me integrimin në Bashkimin Evropian, sepse edhe është një nga fushat e mia që unë edhe ligjeroj, dhe ato mundohem që ti shikoj. Pastaj debatet në përgjithësi nuk mundem edhe është edhe pak e vështirë ti kuptosh nga jashtë disa prej tyre. E qëndrojmë pak tek integrimi i Shqipërisë. Ne bëhemi gati, Europa, BE-ja flet që Shqipëria po i zbaton detyrat e shtëpisë, gjithsesi në 2027, 28 apo 29. Andi, me syrin e të themi ati avokatit të drejt, si janë punët në Shqipëri? Çfarë do të na duhet ne? Ku e kemi ne atë të themi minusin e madh për të shkuar drejt integrimit? Themi tek marrëdhëniet e pushtetit lokal, ku kemi më shumë dobësit? Referuar gjithmonë BE-s, kërkesave që ka BE-ja. Është mirë që ne ta ndajmë në dy optika. Procesi është sa teknik, është edhe shumë politik. Besoj se Shqipëria ka kapacitetet për të përmbushur disa nga kriteret që Bashkimi Evropian i kërkon. Sepse në thelb, nëse ne i shikojmë, ato janë parafisimi i 470 ligjeve. Dhe ato bëhen nga ana teknike, po është që duhet të tregojmë vullnet, gjithashtu dhe të tregojmë disa nga standardet. Diçka që neve çfarë më shikoj që vuajmë dhe neve duhet ja mbushim mend Bashkimit Evropian, është që sa neve i respektojmë të drejtat e individit. Sepse kjo për shkak edhe të historisë tonë gjithmonë kemi pat një shtet shumë të fortë. Gjithmonë shteti fiton në gjyq, gjithmonë shteti është ai që prevalon mbi të drejtat e njeriut. Kjo është diçka që neve duhet ta tregojmë që këtu dhe të drejtat e njeriut prevalojnë. Për shembull, fakti që neve kemi më shumë të paraburgosur se shumë nga vendet e tjera në Bashkimin Evropian dhe jemi në 5 vendet në Europë që kemi më shumë paraburgosur, është një çështje që duhet zgjidhet përpara se ne të shkojmë në Bashkimin Evropian, sepse ne nuk mund të mbajmë një person 8 muaj pa e pyetur në burgim. Për sa i përket pastaj çështjeve administrative dhe ato të pushtetit lokal, mendoj se është e rëndësishme që neve të kemi një qasje dhe ta rishikojmë edhe një herë ndarjen e pushtetit lokal, për arsye sepse 75% e direktivave të Bashkimit Evropian aplikohen nga pushteti lokal. Vendor dhe kjo është e rëndësishme për të parë. Mirë, por kur të hapen ato grup kapituj, sepse neve nuk kemi shkuar aty, neve mund të ti realizojmë. Por të flasim edhe pak në tema gjeopolitike. Mendoj se Shqipëria dhe Malizi i ka shanset për të hyrë në Bashkimin Evropian, për arsye se neve kemi një qasje shumë më pozitive për shkak të luftës në Ukrainë, dhe Europa është shumë e qartë që do Ukrainën ta fusi, dhe nëse ta fusi Ukrainën, natyrisht që Shqipëria dhe Malizi duhet të bëhen pjesë, një se ne kemi vite që jemi duke negociuar, po dhe nga ana e popullsisë, nuk është se do kemi një presion të madh për Bashkimin Evropian. Është e vërtetë. Ndërkohë, Andi Hoxhaj, në fillim të shtatorit, kthehemi pak në qytet, në qytetin e lindjes. Në fillim të shtatorit, ju është dorëzuar titulli qytetar nderi i Vlorës. Marr vendimi nga Këshilli Bashkiak i Vlorës. Qëndrojmë pak këtu. Ishte e papritur? Po, ishte e papritur, më parë jam shumë i njohës
qendrës rinore të Vlorës që ka propozuar dhe gjithashtu të gjithë anëtarëve që kam votuar, natyrisht edhe bashkisë për mirëpritjen që na bërën, edhe isha shumë i emocionuar si unë dhe familja jonë, dhe mendoj se është edhe një përgjegjësi tani që kam edhe si tillë që ta promovoj Vlorën sa më shumë të mundem. Po. Unë kam qenë në ceremoni dhe e pash që ishe shumë i emocionuar, por njëkohësisht pash edhe vlerësimin që të gjithë ata që ishin të pranishmit kishin ndaj teje. Edhe veçanërisht dhe fjala e kryetarës së Këshillit Bashkiak ishte sa e vlerë për atë kurikulën e Andi Hoxhaj, por aq edhe e ndjeshme. Dhe kishte edhe shumë mesazhe. Një djalë nga Shqipëria që shkon dhe arrin me forcat e veta. Mendon që më thënë, e kanë të letë edhe të tjerë të rinj që të ndjekin në rrugën tënde ose të kenë këtë, të themi, integrimin kështu kaq shpejt sa Andi Hoxhaj. I janë mundësit dhe çfarë duhet që ata të arrinë ato mundësi që arriti Andi? Natyrisht po, më radh pa unë mendoj se duhet të jetë zgjedhje personale dhe nëse njerëzit duan ta sfidojnë veten, unë u rekomandoj që të shkojnë jashtë shtetit, madje u rekomandoj që gjithëve që të vend dash të studiojnë, dash të punojnë, sepse marrin një edukat pune dhe kulture tjetër nëse ata dëshirojnë. Kur unë kam mikur, Shqipëria ka qenë një vend shumë herë më ndryshme, i ka patur viza në çdo vend që neve shkonim, madje ato fqinj, sot e rinjtë kanë shumë herë më kollaj. Gjithashtu ka dhe shumë herë më shumë programe që të rinjtë mundet të aplikojnë si për të studiuar, që mendoj mundësitë janë të pafund sot. Dhe në qoftë se unë jam një model që ata dëshirojnë të shikojnë apo ta ndjekin, dhe në qoftë se unë kam thyer disa bariera, jam më se i kënaqur, po jam i sigurt që mund të jemi pari në disa nga ato pikat që juve keni referuar, po absolutisht që nuk jam i fundit dhe jam i sigurt që do ketë shumë shqiptar mbas meje që do shkojnë edhe më tej. Edhe ka shembuj dhe nga Vlora. Djemë dhe vajza të Vlorës që kanë arritur sukses dhe kanë realizuar histori suksesi në mbar botën. Ndërkohë kthehemi pak tek reforma në drejtësi. Tani jeni mjeshtër i jurisprudencës. Është bërë në Shqipëri një reformë që është bërë një hartë gjyqësore me shumë probleme, pra ka krijuar shumë çedime. Çfarë mendoni ju? Dhe si shkojmë ne në BE? Atëherë, qoftë se neve i shikojmë reformën, le të shkojmë çfarë mendoj që mungon, që është më e rëndësishme. Mendoj që është shumë e rëndësishme të ishte reformuar në radhë parë shkolla e magjistraturës, sepse neve kemi bërë një arkitekturë të re ligjore, në mënyrën se si kemi ndarë pushtetin, dhe mendoj se ishte e rëndësishme që neve pushtetin gjyqësor ta ndanim. Duhet të japim pak kohë, sepse drejtësia e re duhet të japi më shumë rezultate dhe disa nga ndarjet mendoj se janë pozitive. Po çfarë aktualisht mendoj se mungon, është që shkolla e magjistraturës duhet të reformohet. Dhe duhet që të bëhet me standarde më europiane, sepse përtej asaj se çfarë ligje neve kalojmë, duhet të fokusohemi tek edukimi. Nëse shikojmë neve shpeshherë vendimet që janë teje represive, ose marrin domethënë disa vendime që nuk janë aq humane. Dhe ajo vjen për shkak dhe të arsimit, dhe mendoj se ajo është shumë e rëndësishme. Janë duke u bërë disa ndryshime ligjore, siç është propozimi i kodit të ri penal, që është duke u hedhur. Për draftin e kodit penal, sepse ka shumë polemika, e kanë pasuar këtë draft. Ju si mendoni? Themi ato që janë të egzageruara për një satirë ndaj udhëheqjes apo probleme të medias, të qëndrimit të gazetarëve me pushtetin. Nuk mendoni që këto janë çedime të këtij kodit të ri penal dhe si mundet që ta hartosh dhe ta planifikosh kur edhe pastaj thot ministri Manja që gjithçka do të bëhet me konsultimin me vizën që do t'ja BE-ja. Ju mendoni që mund të miratoj BE-ja këto?
Në rast parë, vetë kodi më ka 2 herë më shumë nene se çka kodi aktual. Dhe neve duhet t'i lexojnë që rrethanje pse ka. Natyrisht është shumë mirë që disa duhet të shtohen, sepse edhe shoqëria ka evoluar, ka dhe vepra të reja, siç janë ato të krimit Kiniperik apo mbrojtja e të dhënave tona, kështu që ato janë. Po çfarë unë kam parë, jo në vetë, sepse kodet në vetë që i kanë shtuar, është një anë që neve duhet t'i shikojmë dhe BE-ja duhet t'i shikojmë me shumë kujdes, po problemi është që nuk duhet kufizuar çdo gjë në ligj. Neve duhet të edukojmë sistemin tonë të drejtësisë, që disa nga vendimet që t'i marri në forum humane. Përsa i përket pasaj medjes që neve folim, duhet t'jemi shumë të kujdesshëm, sepse media edhe intelektualet janë të parët që shkruajnë historinë. Dhe pasaj ajo vazhdon dhe nëse neve bëjmë ligje që janë represive për medjen, mendoj se kjo është tepër problematike. Por kodi është draft. Edhe siç është folur, është që ky do dojë dhe 1 vit e gjysmë që duhet të diskutuar dhe mendoj dhe unë ftoj gjithë shoqërinë civile, të gjitha grupet që janë të shqetësuara të japin mendimin dhe mos ta lejojnë që ky kod të kaloj pa u diskutuar gjerësisht. Dhe do ftoja edhe ata që e njohin si kodin ton penal, po dhe të drejtën europiane që pse duhet ta parafrojmë më shumë dhe jo të ketë një qasje represive. Edhe pse Ministri Manja tha që unë po mbaj shënime dhe patjetër që do t'i reflektojmë këto, tha Ministri. Ashtu të shpresojmë, por ngelet çdo gjë për të parë dhe duhet ta shikojmë me shumë imtësi draftin final që ne ta shikojmë vitin që vjen. Andi Hoxhaj, më tërhoqi ka ditë që është përmes një njoftimi Prokuroria e Përgjithshme e Rusisë, ka ndaluar veprimtarinë e organizatës jo qeveritare britanike, Instituti Mbretëror i Shërbimeve të Bashkuara, më duhet ta citoj, për studime të mbrojtjes dhe sigurisë. Dhe ky zhvillim kanë shkruar mediat shqiptare në vijim si prek dhe akademikun shqiptar Andi Hoxhaj. Unë Andi Hoxhën e kam sot në studio. Qëndrojmë pak te kjo, të themi, ky njoftim i Prokurorisë Përgjithshme të Rusisë. Njoftim ka ardhur tek neve pak më përpara se të bëhej në media. Instituti është një nga institutet më të nderuara për sa i përket çështjeve të sigurisë, ka që në 1931 dhe ka këshilluar ky institut dhe ka këshilluar qeveri dhe mbret të ndryshëm për sa i përket sigurisë. Rusia ka thënë në letrën dhe komunikatën që na ka bërë neve përpara se të bëhej publik, që instituti me studimet e tij që bën shpërndan gjuhë urrejtje për Rusinë dhe shikohet si një kërcënim për ta, dhe ata kanë vendosur që ta sankcionojnë institutin dhe të gjithë ata që janë antar apo që kanë një lidhje, kështu që përfshi dhe mua, por kanë lënë opsionin që në qoftë se neve bëjmë dorëheqje nga instituti. Shumë çisherake. Dhe atëherë ne mund të shkojmë, po jo mund të shkoni në Rusi. Po diçka që unë jam shumë krenar që jam pjesë e institutit, se në fundit instituti të fton që të bëhesh pjesë, dhe nuk e ka që ti duhet aplikosh që të bëhesh pjesë, dhe zakonisht ato janë me mandate 6 vjet kur je pjesë e një institucioni. Dhe kjo tregon fytyrën e vërtet autokrate të Rusisë, që nuk lejon një mendim ndryshe dhe nuk mendon një qasje konstruktive. E vërtet. Andi Hoxhaj, folëm në fakt edhe për gjëra madhore. Të shkojmë pak më ngushtë, cila është jeta e Andi Hoxhës, jashtë pedagogut, jashtë impenjimeve, jashtë titujve, të librat e sporti, cilat janë preferencat e Andit? Si është dita? Dita e profesor, doktor Andi Hoxhaj në Londër. Unë mundohem që t'jem aktiv fizikisht, sepse puna gjatë gjithë kohës që jam i ulur më bën që duhet jem aktiv, dhe kam goxha detyrë që ja vendos vetes që të shkoj 3 ose 4 herë në javë në palestër ose të eci në natyrë.
Mundohem gjatë kësaj kohë edhe të shikoj sporte, kam që Formula 1 edhe gjithashtu Chelsea si ekip futbolli dhe nuk është se kam shumë larg nga shtëpia, që mundohem një herë në disa kohë ta ndjek. Gjithashtu kam ndjekur edhe kombëtaren ton disa herë, vjet kur lozëm në Europian shkova në Düsseldorf. Edhe në 2016 kam shkuar në Francë dhe mundohem që ta ndjek, pastaj mundohem që takoj miqt ose shokët në kohën që kam, të lexoj libra të ndryshme artistik, se po mundohem edhe të qeti lidh edhe me punën sepse është pak e vështirë. Libra në gjuhën angleze, por libra në gjuhën shqipe? Lexoj dhe libra në gjuhën shqipe, po mundohem kur vi në Shqipëri ose kur shikoj ndonjë libër që është interesant. Libri i fundit që kam lexuar në Shqip ka qenë nga Ben Blushi, dhe ishte një qasje interesante dhe kam bërë edhe një listë me disa të tjerë, po kryesisht mundohem që t'i kem në anglisht sepse më vjen disa prej tyre dhe pak më mbar për disa nga termat. Janë të ftohtë anglezët? Nuk janë aq të ftohtë, kur nuk të njohin, janë pak të ftohtë, por mbasi të njohin, janë shumë herë më të chillër, më të hapur, kanë edhe humor. Dhe me thënë, jeta e Andit në Londër është e bukur, është me punë, me impenjime dhe me jetën e lirë. Mendoj se po. Mendoj se mundohem që të bëj një jetë normale dhe mundoj që të ketë sa më shumë aktivitete të mbushura dhe shpesh edhe ta heq mendjen nga puna se çfarë bëj, se është e rëndësishme. Cila është marrëdhënia me Shqipërinë, me Vlorën, gjithmonë në atë pikpamjen e kontakteve? Me Vlorën vjen shpesh? Mundohem që të vi sa herë që mundem, verë natyrisht që vi gjithmonë, dhe mundohem që të vi një herë ose dy herë gjatë vitit, dhe ato mundohem kryesisht që t'i lidh me punë, se për shkak të studimeve shkencore që unë bëj për Ballkanin, dhe mundohem që çdo vit të shkoj në vende të ndryshme të Ballkanit, sepse kur do të shkruash dhe kur do të bësh kërkime është e rëndësishme që të kesh kontakte me njerëzit, dhe mundohem dhe vi dhe në Shqipëri, dhe kur vi në Shqipëri kam edhe impenjime profesionale, si që në ato në fushën akademisë, dhe natyrisht edhe me Vlorën jam edhe duke mësuar dhe duke integruar edhe me disa nga ana profesionale. Ju keni familjen këtu në Vlorë, apo jo? Po, familja ime jeton ende në Vlorë. Dhe? Ata e duan shumë Vlorën edhe këtu kanë nuk ikin nga Vlora. Dhe nuk ikin nga Vlora, janë besnik të Vlorës. Vjen Andi në Vlorë. Kemi pritshmëri për çfarë? Mendoj se Vlora ka pritshmëri që të zhvillohet si qytet dhe mendoj se ka të gjitha potencialet që të bëhet një qytet europian. Por mendoj dhe integrimi në BE do të ndihmoj shumë, por në fundit kjo gjithmonë do ngelet nëse do kemi qytetarë që janë të angazhuar edhe që kanë një qasje pozitive. Këtë doja që të na i thoshit, por doja të thosha personalisht, Andi, cilat janë pritshmëritë, çfarë presin? Unë dëshiroj që... Jemi në 2025-ën, do i vësh ndonjë qëllim, i ke vënë ndonjë qëllim vetvetes për 2025-ën, çfarë kërkon? Edhe në prizmin personal. Që arsimi në Vlorë të jetë shumë herë të ketë një vëmendje të veçantë në arsim. Unë të Andi, çfarë do bëj Andi me jetën e tij? Andi thot arsimi në Vlorë dhe Shqipëria në BE. Është shumë bukur të flasësh me Andin. Andi, jemi në momentet e fundit. Unë të falenderoj që ishe pjesë e Atlas njerëzor këtu në Blu Televizion dhe doja që këtë bisedë të këndshme bashkë ta mbyllnim me një mesazh të fortë për të rinjt vlonjat. Për të rinjt vlonjat. Çfarë ju themi nga Andi Orxhaj, që është, domethënë, me këtë personalitet, me këtë formim, me këtë background, me këtë arritje? Më do të thoja që të bersojnë fort në arsim dhe mos të dorëzohen. Shpesh ndodh mos bota duket që është shumë e vështirë dhe jetesa mund të jetë shumë e vështirë, po investimi që ata mund të bëjnë në vetvete, sidomos në arsim, është një investim që nuk mund të marrë as edhe një njeri, sepse dija është shumë e rëndësishme dhe qoftë ata thellohen në dijen dhe në arsimin e tyre, mund të çajnë kudo, si ata vetë dhe familja e tyre ka për të marrë frute shumë të mira dhe natyrisht edhe qyteti jonë, sepse do bëhet edhe
më i respektuar, do ketë edhe më shumë hapësira. Kështu që do të thoja të fokusohen tek arsimi. Faleminderit Andi Hoxhaj. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që folëm bashkë. Të nderuar shikues, ishim me profesor doktor Andi Hoxhaj, profesor në Londër, dhe së fundmi, përveç titullit mbretëror nga mbreti Charles III në Angli, kemi dhe një titull qytetar nderi i Vlorës, që Andi Hoxhaj e ka marrë në shtator 2025. Faleminderit që na ndoqët.